Sot ka ndodhur një likuidim masiv i traderave në kripto, ku janë likuiduar 18 bilion dollar. Të gjithë traderat që kanë menduar se e din se ku do të shkojë Bitcoini, sot janë të likuiduar. Okej, kjo është një manipulacion haptas i exchange-eve të mëdha, ku shpeshherë ato shohin se ku është likuidimi më i madh. Likuidimi më i madh, siç e kemi parë deri sot, ka qenë çmimi i Bitcoinit 103-104.000 dollar. Ato këtë rrëmje të Bitcoinit e kanë bërë mrena disa orëve, ku Bitcoini ka pasur rrëmje ose një vik të madh në 101.000 dollar. Kena pasur gati rrëmje 20.000 dollar të Bitcoinit mrena disa orëve. Dhe të gjithë traderat sot janë të likuiduar. Nuk ka lidhje sa perfekt e din me vizatu via, sa perfekt din me lexu chartin. Nëse exchange-at vendosin të bëjnë manipulacion të tregut, çdo vija jote që e ke vizatuar, çdo lexim i chartit perfekt, i cili është perfekt në atë moment, nëse ato vendosin të ketë rrëmje të tregut, çdo sen bie në ujë.